presidenti Trump, në cilin parashihet edhe që midis Kosovës dhe Serbisë të ketë një marrëveshje ku në qendër do ta ketë njohjen reciproke. Prandaj ushtuan edhe zërat se mund të ketë përmbyllje të dialogut në Bruksel pikërisht me një shtim të pranisë SBA-s në këtë proces. Po sigurisht dhomat Kongresi Amerikan dhe sidomos dy dhomat, dhe Senati dhe Kongresi kanë arritur që të bëjnë një përpilim që është mendoj pastaj parë si proces ose akti i autorizimit të mbrojtjes së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, decidivisht flitet. Dhe kjo besoj që nuk e largon dhe mendjen amerikane. Jo nështë të primare apo të nivelit kryesor, sepse ka probleme bota, nuk është një çështje që syti kanë nga ne. Por mendoj që kryesore për amerikanët në atak të autorizimit të mbrojtjes amerikane, të këtij ligji, mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që interesat amerikane, por amerikanët kërkojnë stabilitet. Rëndësishme që në region kërkojnë stabilitet dhe normalizim të marrëdhënieve që do ishte ndoshta akti me njohje. Meqense edhe presioni amerikan dhe interesat e mëdha amerikane, mendoj që mund të jenë ato që mund të shtyjnë Serbinë për një njohje reciproke Kosovë-Serbi apo Serbi-Kosovë në këtë rast. Dhe mendoj që do jetë një proces jashtëzakonisht. Për ne është e rëndësishme që ngjarjet dhe impakti i ngjarjeve në botë mund të ketë ndryshim të itinerarit edhe të vetë politikës amerikane në Ballkan. Qartë, por sa i përket asociacionit përmendet, është obligim i pashmangshëm i qeverisë së re në kuptimin që kërkesat janë shtuar për këtë marrëveshje e thatë të Ohrit, por në të cilën parashihet edhe themelimi i asociacionit ndër të tjera. Shto kësaj edhe pas zgjedhjes së kryetarëve të 4 komunave me shumicë serbe, ishte kërkesë edhe e tyre në atë pjesë. Po komplet modalitet dhe angazhmani evropian dhe i politikës së jashtme të ndërkombëtarëve në këtë rast në Kosovë ka të bëjë vetëm me këtë pikë. Esenca është qendron këtu të asociacionit, formimi i asociacionit apo dërgimi i statutit në SBA po në gjykatën kushtetuese dhe pastaj të merr atë kohën e vet sipas asaj që ata e planifikojnë. Dhe mendoj që ai hapi vetë menaxhimit do thotë shumë. Juristë tanë të cilët njohin këtë problematikë në thellë, por edhe ata që nuk janë punës të marrëdhënieve ndërkombëtare apo të aspekteve politike, mund të vinë në përfundim që kjo pikë do jetë e dhimbshme për Kosovën, do jetë, mund të them, një lloj rifillimi i një ere që nënkupton një farë lloj mini Republike Srpska. Por kjo do jetë një proces i cili do zgjat, por ai vetë menaxhimi i përmendur është jashtëzakonisht. Bile mendoj që kjo është ideja më e rrezikshme që është shkruar edhe do thotë materializuar për të realizuar nesër për komunitetin serb apo për bashkinë e komunave serbe që decidivisht duhet kështu.